Jemi në pjesën e dytë e emisionit dhe jemi duke folur për eksportet shqiptare të cilat kanë vijuar rënjen edhe në vitin 2025, por kjo tendencë është vërejtur në 3 vitet e fundit. Shifrat në fakt i konfirmon Instituti Statistikave, të cilat i evidentuam dhe në hyrjet e emisionit dhe konkretisht sipas të dhënave të Instat, eksportet në vlerë në vitin që lan pas arritën në 346 miliard lek me një rënje vjetore prej 6%. Por kush kanë qenë grupmallrat të cilat kanë mësuar dhe rënjen më të madhe në vitin që lan pas? Po të referohemi sërish të dhënave të Instatit, grupi i parë në listë për ai që ka pasur dhe rënjen më të madhe janë grupi i tekstileve dhe kopuz, apo ajo që njihet në emrin e përditshëm si fasonerit, të cilët në vitin 2022 kanë shënuar një vlerë eksporti prej 119 miliard lekësh, por në 2025-ën kjo vlerë ka arritur në 94 miliard lek, me një rënje pra në 3 vitet e fundit. Në vend të dytë është grupi i materiale ndërtimi dhe metale, që po ashtu ka shënuar rënjen më të fortë, duke arritur në 27 miliard lek në vitin që lan pas eksporte, në vlerë pra, dhe në vend të tretë është grupi minerale e energji, dhe në vend të katërt është makineri, pajisje dhe pajisje këmbimi. Ne do të flasim fakt, do të ndalemi këtë grupmallrat e parë që janë tekstilet, veshjet dhe këpucët, që kanë dhe rënjen më të fortë pra, pasi e kemi përmendur dhe herë të tjera e kemi diskutuar dhe herë të tjera në emision dhe do të analizojmë në këtë pjesë të dytë e emisionit me të ftuarin tim që është sipërmarrësi Florian Zekja. Përshëndetje Flori, faleminderit që jeni kozon. Faleminderit për ftesën. Flori, ne kemi biseduar dhe kemi zhvilluar intervista disa të tilla dhe kemi folur për sektorin tuaj, për sektorin fason që ka nisur trajektoren e rëndëse vit pas viti. Por nëse mund të bëjmë një veçori, domethënë çfarë e ka thelluar më tej krizën në vitin që lan pas në sektorin tuaj? Unë desha në radhë parë desha të korrigjoj një shifër që në vitin 2022 të ardhurat nga eksportet e tekstileve ishin 135 miliard lek. 135 miliard lek dhe kemi arritur në këtë vit që janë 96. Pra kemi një rënje prej gati 20 miliard lek që është më shumë se 40%. 40% rënje. Mjafton kjo shifër për të bërë atë panoramë, për të treguar se si ka qenë rënja, dhe rënja normalisht është në investime, është në fuqi punëtore, në perspektiven për të ardhmen, për ndërrimin nga material përësitës në cikël të plot, kështu që mjafton kjo dhënë dhe ne arrim të kuptojmë komplet panoramën e biznesit manufakturës. Por çfarë ka shtyrë këtë rënje pra në vitin 2025? Ka pas në një veçori apo për të gjitha këto faktorë që ne kemi evidentuar, kursi këmbimi, tregtia e jashtme, tregtia online, që ju konkuron në një farë mënyrë, është një presion i shtuar, mungesa politikave, mbrojtëse për produktin e mungesa e vendas, punëtorëve, rritjet e kostove, pagës minimale, pra faktorë ka pa fund. Po janë të gjitha pak a shumë, por duhet të shohim ku është gjeneza e kësaj rënje. Gjeneza fillon në 2023-shin, diku nga mesi i 2023-shit, prill-maj, ku ne shohim që rënja e euros ka qenë dyshifrore, nuk ishte më ai trendi i përvitshëm me 2.5 deri në 3.5%, por kemi rënje drastike me mbi 10%. Kështu që aty fillon gjeneza e gjithë kësaj rënje totale, për sa i përket faktorëve të brendshëm. Dhe normalisht që nga 2023-shi, kjo mungesë prej, po ta marrim që nga 2023 deri në ditët e sotme, kemi një rënje gati 25% vetëm nga këmbimi i euros. Dhe kjo është një vlerë e madhe e cila reflektohet në buxhetin e bizneseve. Kështu që kjo mjafton për të është me fjalë është pjesa shkaktari kryesor i kësaj rënje. Pastaj kjo normalisht që përkthehet duke mos pas këtë sasi të madhe likuiditeti në xhepat e biznesit, normalisht ajo shpjegohet edhe në mungesë entuziazmi për të investuar, për të zgjeruar, për të automatizuar, për të marrë punëtorë të ri dhe për të bërë atë transformimin që thash më përpara. Sektori juaj ka qenë pararoj e punësimit. Ka qenë pararoj e punësimit. Por, a kemi në një shifër në 2025-ën sa punonjës më pak numërohen në sektorin tuaj? Nuk kam të dhënat sakta. Ose sa kompani mund t'jenë mbyllur?
Nga sinjalet që ju keni? Mendoj që nuk kam shifra të sakta, sepse edhe kjo jeta e bizneseve është shumë frenetike, është shumë dinamike. Mund të them që nga viti 2022 e deri më sot mund të kemi një rënje prej 10.000 vetash që mungojnë po ta marrim me vitin 2022, që është viti më i mirë i shumë viteve të biznesit manufakturës. Kështu që kjo është një rënje e cila do të thotë shumë gjë, do të thotë edhe perspektivën për të ardhmen, se ajo që e thash, të bërë biznes është edhe çështje emocionale, është çështje besimi, çështje optimizmi për të ardhmen. Kështu në momentin që ty të mungojnë, edhe mund ta quaj këtë rënjën e eros, mund ta quaj një taksë e fshehur, e cila reflektohet çdo ditë dhe është në arrin çdo ditë si thik mas shpinë për biznesin manufakturës. Mund të them që kjo është ajo shkaktari kryesor, pastaj mund të rendisim edhe faktorët që thatë ju, shitjet online, e cila është një plag, mund të themi, jo veç për biznesin manufakturës në Shqipëri, por për gjithë Europën, dhe mund të them që disa vende si Franca ka marrë masa që një nga këto platforma ta ndaloj totalisht. Flasim për këto platformat Temu dhe Shein që janë dy platforma që ju konkurrojnë ose ju krijojnë një presion të shtuar sektorit tuaj. Shiko, prodhimi, unë do ta fusja në atë, në politikat që duhet të mbrojnë biznesi prodhimin vendas. Sepse është këto platforme që thatë ju, mund të jenë referenca në dogana që ka shumë kohë që nuk ndryshojnë, është mbrojtja e biznesit e prodhuesit vendas, sepse ne shohim që në Shqipëri hynë një sasi e jashtëzakonshme madhe fake, të cilat janë konkurrent jo të ligjshëm dhe konkurrent jo të ndershëm për sa i përket prodhimit vendas. Cënojnë konkurrencën këto? Po, e zerojnë konkurrencën, patjetër. Kështu që sado që një biznes të mundohet të investojë, të nxjerrë një produkt të tij dhe të promovojë, të shkojnë për panajire, të bëjë reklama etj, në këtë moment dhe ajo zerohet komplet sepse hyn një mall fake me markat më të mira dhe normalisht që njerëzit orientohen drejt atyre produkte. Po kapen tani nga policia këta individ që fusin mallra fake apo është shtuar ky informalitet në treg së fundmi? Çfarë sinjalesh keni ju? Dhe ju cënoni ju se ju jeni për eksport, nuk jeni për t'i shitur brenda vendit produktet tuaja? Jo, shiko Monda, ka një diçka që ato që prodhojnë për eksport normalisht që nuk preken nga këto probleme, por është një 20% e biznesit të manufakturës, tekstile dhe këpucë, të cilët prodhojnë për vendin. Por ajo çfarë është më e rëndësishme këtyre bizneseve, duke mos pas një konkurrencë të ndershme, i vdes edhe shpresën për të hyrë në tregun shqiptar dhe për të zënë atë pjesë që na takon. Ky është problem më i madh se çdo gjë tjetër. Kjo është sepse ne jemi në gjendje që të prodhojmë për markat më të mira, prodhojmë veshje për gjithë Europën, kur vjen puna për tregun vendas, ne nuk mund të operojmë sepse ne na kemi një konkurrencë të rrobave të përdorur, një treg shumë i zgjeruar, por ashtu edhe i mallrave fake. Duhet të themi që këta janë dy problematika që nuk e ndihmojnë fare për prodhimin vendas. Pastaj mos flasim për inputet, për taksat për inputet e lëndëve të para, ku kemi vende si Kosova, të cilët këtë tarif doganore e ka zero. Kështu që është një ansambël problematikash për prodhuesit vendas, të cilët çojnë atë që prodhuesit vendas të mos ta gjejnë veten në tregun shqiptar, ku ne normalisht mund të kemi një potencial të jashtëzakonshëm, sepse janë 740 biznese të mesme dhe të mëdha që operojnë në Shqipëri, dhe ne nuk arrijmë të kemi atë pjesën që na takon në tregun shqiptar. Megjithatë, qeveria ka 2 kompani publike të cilat mendohet se do t'i integrojë bashkë me sektorin tuaj për t'ju dhënë, për të mbyllur, le të themi, ciklin. Në dhe një frymarrje. Një frymarrje, që është Guna dhe Kajo, apo jo? Jo, atëherë është Guna, e cilë është bashkimi i Kajos me një biznes privat. Me një biznes privat. Si e shihni ju këtë përfshirje në... Atëherë, du të kemi parasysh, Monda, që të kalojmë të shtik të këtë veshjet e policisë, veshjet ushtarake, veshjet e spitale, veshjet e zjarfikësve. Kemi parasysh që këto veshje, pavarësisht se janë fituar shpesh herë dhe pjesë më të madhe të herëve, më të them, nga kompani shqiptare, por asnjëherë nuk janë prodhuar në Shqipëri.
do të thotë që biznesi manufakturës nuk ka përfituar asnjëherë, por bashkë me biznesin manufakturës dhe buxheti i shtetit nuk ka pas ndonjë përfitim të madh nga prodhimi i këtyre veshjeve. Kështu që në momentin që kjo kompani shtet privat do filloj të prodhoj me detyrim veshjet në Shqipëri, normalisht që kam përshtypjen që do ketë një frymarrje, do jetë dhe një oksigjen edhe për biznesin manufakturës. Se do të kemi parasysh dhe me atë çfarë tha para pak ditësh ministrja Ibrahimaj, do jetë një kompani diku me 300 punësuar dhe normalisht kjo kompani nuk mund ta prodhoj gjithë gamën e artikujve që përfshin këto uniforma. Kështu që ajo do mbështetet në biznesin e manufakturës. Nëse operon në këtë mënyrë, ju në loj pra. Nëse operon në këtë mënyrë dhe biznesi i manufakturës bëhet partner normalisht i kësaj kompanie, atëherë mund të them që atë pjesë të produkteve të cila prodhoheshin jashtë, po themi në Turqi, në Kinë, në Egjipt, në Bangladesh, ato do prodhohen në Shqipëri. Avantazh tjetër mund të jetë sepse këto kontrata do jenë lek dhe do hiqte risku i kontrata dhe pagesave në euro. Po ashtu do jetë edhe një themi avantazh nëse kjo krijohet gjithmonë sipas atij projekti që po na paraqitet, heq edhe atë ankandin që krijonin rëndom kompanitë italiane, gjermane, duke bërë ankand me biznesin shqiptar për çmime më të leverdisme. Po ashtu, me atë çfarë kuptova dhe nga fjalët e kryeministit para pak ditësh, kuptova që edhe kryeministi do jetë pjesë e lobimit për të përthithur kontrata nga vendet europiane dhe më gjerë. Për sektorin tuaj? Për sektorin tonë. Sepse ka diçka që nëse... Në fakt e përmendi dhe ministrja do të përforcohet diplomacia ekonomike, tha... Patjetër. Këta një zinxhir me disa hallka, të cilat ato sektor që ka më shumë nevojë. Patjetër. Por biznesi manufakturës ka një veçori tjetër, sepse nëse ajo kompania që do prodhoj autoblindat për ushtërinë është një biznes që do filloj rishtas, në fjalë ndoshta ka 20% të strukturës, por 80% duhet ta riformatoj. Biznesi manufakturës është i gatshëm, sepse ne që tani po prodhojmë për uniformat italiane, gjermane, suedeze, greke, polake e tjerë. Mjafton të vend në lëvizje. Edhe sikur të konkretizohet nesër ky projekt, nuk besoj se ka... Kjo është afatmesër, nëse nuk ndodh nesër. Edhe sikur të konkretizohet nesër, po themi, nuk besoj se ka vend për të përfshirë të gjithë kompanitë e manufakturës. Jo, të gjitha nuk do përfshihen, mund. Si mund të rimëkëmbet sektori juaj për ta parë pak më në përgjithësi për të gjithë? Atëherë unë do ta ndaj në dy pjesë. Në strategjinë për shpëtimin e biznesit manufakturës, i cili gjendet në atë situatë që ndodhemi sot, ku mendoj që është situata më e rëndë e gjitha post diktaturës, por dhe e integrimit. Janë dy strategji të cilat duhet të shkojnë paralel, të cilat do ndihmojnë biznesin në radhë parë ta shpëtojnë nga kjo situatë, dhe e dyta për integrimin, sepse ne në 2030 do jemi pjesë e Komunitetit Evropian dhe ne do përballemi me një konkurrencë shumë të lartë. Hall më vete. Ky është hall edhe është më i madh, sfida më e madhe, është me një konkurrencë shumë të lartë, po ashtu dhe me standarde shumë të larta. Kështu që këto janë dy sfida të cilat biznesi i vetëm dhe në gjendjen që është sot e ka të pamundur t'i përballojë, sepse janë gjitha janë me kosto, të cilat biznesi manufakturës për gjitha ato faktorë që përmendëm në fillim nuk mund t'i përballojë. Kështu që këtu duhen politika afatmesme dhe afatgjata, ku mendoj që duhet ketë ndërhyrje në sistemin fiskal, në ndihma themi në lehtësi financiare, po ashtu duhet të alternohet dhe me garanci shtetërore që përmendën dhe ministra, me grante të ndryshme. Po garanci shtetërore ju vetë keni thënë, Flori, që nuk ju kanë rezultuar efektive. Atëherë, garancia shtetërore... Se kemi një instrument fuqi. Patjetër, garancia shtetërore është një instrument ndër shumë instrumente të cilët mund të përdorin, por nuk ka funksionuar sepse nuk ka qenë në mënyrë e duhur, sepse është operuar me bankat e nivelit 2, ka qenë një garanci shtetërore me afat dhe banka e nivelit 2, duke pas parasysh që ishte një garanci shtetërore jo me një leverti të madhe, sepse ishte me interesaturit, ata e hodhën në treg për një periudhë 2 mujore,
ku biznesi për një periudhë 2 mujore kishte shumë vështirë të bënte plan biznesi, të aplikonte dhe të merrte edhe këtë mënyrën e financimit. Unë mendoj që garancia shtetërore duhet të jetë permanente dhe normalisht nuk duhet të jemi të varur nga bankat e nivelit dytë. Unë shpresoj që kjo banka e zhvillimit të fillojë sa më shpejt dhe të jemi të pavarur nga banka e nivelit dytë, ku ka edhe norma risku më të forta. Kështu që me një bankë të tillë, nëse operohet garancia shtetërore nëpërmjet bankës së zhvillimit dhe është e pavarur, mendoj që është një mekanizëm e mirë. Po ashtu duhen edhe grantet, sepse nuk është një mekanizëm që e kemi shpik ne. Të kanë aplikuar Bullgaria, Rumania për sektorët që ishin në prag të hyrjes në BE. Ne mjafton të marrim si kanë vepruar këto shtete, cilat mekanizëm kanë përdorur dhe qeveria nuk duhet ta shohë me difidencë, me mosbesim biznesin, por duhet ta bëjë partner. Flori, flisni për një paketë rimëkëmbje që do t'ja propozoni Ministrisë përkatëse, pra Ministrisë e Ekonomisë. Jo, Kryeministrisë. Apo Kryeministrisë. Çfarë do kërkoni, apo ato që keni kërkuar çdo vit? Dhe pse besoni, pse po e ripërsërisni kërkesat tuaja me paketën e radhës së rimëkëmbjes? Sa vjet keni që bëni paketa? Atëherë, në momentin që ulesh në tavolinë, normalisht ti duhet të jesh përgatitur me masa. Dhe normalisht ne këtë paketë që do e lançojmë për pak ditë, është ndarë në këto 2 shtylla, siç e thash, në shpëtimin dhe integrimin, që janë 2 sfidat më të mëdha. Dhe për të bërë këto, duhen mekanizmat të ndryshëm. Si për shpëtimin duhen mekanizmat të veçantë, për integrimin që duhen mekanizmat të veçantë. Kështu që ne pikërisht për këtë kemi propozuar një paketë, e të cilën kryeministri e ka në tavolinë, e cila do shihet dhe do merren ato element. Ne kemi propozuar, ndoshta qeveria ka propozime më të mira, ndoshta ka mekanizma më të mirë, por ne gjithsesi propozim konkret, një gjë që është e prekshme, një gjë që është lehtësisht lehtësi fiskale, mjafton të heqi nga tatim fitimi, ta bëjë 0 për 2 vjet, dhe kjo është një masë lehtësuese, por dhe jep optimizëm në biznesit. Pra ju kërkoni 0 tatim fitim për 2 vite? Po, kjo është një ndër mekanizma, ne kemi një sër mekanizëm, kemi vendos një sër mekanizëm, po ta përmend që është një mekanizëm i cili biznesin e çon atë që në vend që të paguaj muaj për muaj tatim fitimin, ai mund ta përdori për investim. Dhe kjo duhet jetë ajo motoja e qeverisë dhe biznesit. Ta shojë si partner, jo ta shojë me mosbesim që ky biznes, momentin që unë i kam bërë lehtësi. Dhe shumë diskutim pastaj se pse duhet të ulet vetëm eksportuesve dhe jo të tjerëve dhe krijon një lloj pabarazie. Duket se ju e tha që ne jemi biznesi më risk, më i prekur dhe jemi një biznes që punson gati 70.000 veta. Nëse qeverisë dhe ekonomisë shqiptare interesojnë këto 70.000 veta, që janë pjesa më vulnerabël e shoqërisë, të cilët nuk mund të integrohen asnjë biznes tjetër, atëherë ne t'i japim rëndësinë e duhur. Atëherë presim e shohim kush do të jetë qasja që do ketë qeveria përballë kërkesave tuaja. Unë duhet të jem optimist dhe duhet ta shoh gotën gjysmë plot dhe shpresoj që qeveria na vër veshin dhe të na ndihmojë. Shpresojmë. Falenderoj që ishe sot në Ekozon. Nderuar teleshikues, kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e tretë e emisionit të flasim për bilancin tregtar të Shqipërisë. A ka ardhur koha që të kemi një model të ri të nxitjes së eksporteve shqiptare? Vetëm pas pak.